Tani kthehemi tek Meldën, të cilën e kemi në linj. Melda? Mirëmbrëma Dalina. Mirëmbrëma Jona. Mirëmbrëma Melda. Shiko, historia jote, kur po e lexoja, unë gjas si ato historitë e prallave. Pak. Me atë vjerën me shtriga. Po, me shtriga, se më vjen keq tani se nuk e njoh dhe nuk dua që të po, është tamam më jepte një më jepte atë të shtrigës, të tiganit, të tymit, të magjive. Ç'a ka ndodhur realisht? Se thua që je njohur me bashkëshortin në 2014-ën, jeni njohur në gjimnaz. Kur fillove të jetoje me të? Unë kam qenë pak a shumë në 21-22 vjeç. Pse vendosët si fillim për të kuptuar një herë hyrjen e marrëdhënies suaj? Pse vendosët të jetonit aty? Ne vendosëm të jetonin në një qytet të ri. Dhe për të mos paguar 2 qera, vendosëm të jetojmë në një shtëpi me qera dhe ndihmonim njëri tjetrin nga ana ekonomike, që normalisht do ndashin çdo shpenzim më katërsh, edhe do ishte më e thjeshtë për të gjithë ne, edhe ata na e sugjeruan, në fakt ishte nga sugjerimin e tyre. Ishe dakord me këtë vendim, besoj atëherë? Totalisht dakord, domethënë, më duket zgjidhja më e mirë ose më e duhura në atë kohë. Atëherë shkove tek shtëpia e vjerës. Si filloi? Si ishte fillimi? Po, fillova të mërzitesha me disa sjellje të vogla, mund të them një fjalë që më erdhi tani në mendje, të tipit që po më thoshte po vinte kufin që çfarë ke mësuar te shtëpia e mamit, harroi dhe këtu ke rregulla të tjera. Nuk më intereson se si e rritur, çfarë edukimi ke marrë, këtu do jetosh siç themi ne. Atëre përpara se të ngelje shtatzan, pra marrëdhënia vazhdonte të ishte korrekte? Apo filluan shenja të tjera përveç edhe në veprim, jo vetëm në fjalë? Nga që është shtëpiake, edhe i jep shumë prioritet punëve të shtëpisë në vetvete. Do thënë për atë se je njëri i mirë, njëri i keq, nuk ka rëndësi, mjafton punët e shtëpisë dhe çdo gjë është në rregull. Kuptoj. Dhe në fillim fare, domethënë fillim me 3 muajt e parë, 4 muajt e parë, kur bëja ndonjë gjë, burri i thoshte, "Ma, bëri këtë sot." Dhe ajo që ishte diku këtu për detyrë ka, çfarë duhet i them unë tani? Tilla gjëra që ishin vetëm fjalë, që mua më bënin të ndjesha pak keq. Red flags mund të ketë dhënë ajo për 7 vite rresh, po duke pasur këtë idenë që s'ka gjë se fjala në fund të ditës askush nuk preket nga fjalët, po ato ishin si kur mbushet kupa, domethënë për 7 vite dhe Pa. Dhe u mbush kur ti ngele shtatzën, ç'a ndodhi? Që kur e dham lajmin që presim një fëmijë, u prit pak jo me atë entuziazmin për shkakun që unë kisha pritur. Aty e kam diskutuar, kemi bërë një diskutim shumë të gjatë me burrin dhe ai që thoshte, "Kështu janë prindërit e mi, mos prit ndonjë gjë të madhe. Edhe unë nuk jam rritur me zemra shpirti apo me fjalë dashurie apo me përqafime nga mami im. Kështu jam rritur", thoshte. "Nuk kam parë ndonjë afeksion, dashurie nga mami im që ta presësh ti." Unë në thënë të drejtën, gjatë shtatzanis, kam dashur shumë që ta përfshija. Doja shumë që ta përfshija në këtë shtatzani, sepse mendoja ndoshta edhe këtë fjalët e ftohta ose prioritetin që ajo tregonte, mos e kishte nga që shiko tani ky që u bë me fëmijë do më interesohet më për mua, do më lë mbas dore për djalin. Edhe ne shumë herë e kemi lutur që hajde me ne për shembull të bëjmë vizitën, këto vizitat që kishim rutinë tek ginekologu. Edhe ajo asnjëherë me thënë drejtën nuk ka pranuar. Asnjëherë. Po, më fal, duhet qenë se ajo ishte edhe fiksuar pas pastërtisë dhe ti ishe pak shtatzane kështu, a tregonte për kujdesin ndaj te apo thoshte vazhdo pastro, nuk e di si ishte. Shtatzane kam kaluar me shumë lodhje, të thënë të drejtën, dhe kam pasur shumë përgjumje. Dhe ditët e fundjavës që unë isha pushim nga puna, që mund të flija pak më vonë, ajo ishte debat, gjithë fundjavë do shkonte me debat. Çfarë nuse je ti, çfarë të duket vetja ty, siç e kanë gjithë këto, kur isha unë moshën tënde, unë kisha kaq fëmijë, unë baja një shtëpi të tërë. Sa fëmijë ka? Vetëm 2. 2 fëmijë. Ishte 8. Dhe pastaj ishte një moment kur ti pësove një hemoragji nga muaji 6. Po, mbaj mend që kemi ikur në urgjencë në spital,
burri thjesht e mori tjetër në telefon për ta lajmëruar dhe ajo shpërgjigj në një mënyrë aq të ftohtë, të them të drejtën, që ishte po mirë, s'ka gjë, se s'është as e para as e fundit. Pra, kujtesje, po ti nuk ndjeve asnjë lloj entuziazmi tek vjera jote gjatë gjithë stazanin tënde. Edhe pse fare. Ajo do bëj me nip, ishte fëmia djalit. Unë prisja totalisht diçka tjetër, me thënë të drejtën, pritshmëria ime, shiko, ndoshta është dhe faji im në një moment, sepse kur jeton me njerëz, në një shtëpi krijon pritshmëri. Edhe ndoshta unë nuk duhet t'i fusja fare njerëzit në pritshmëri. Pritshmëria në fakt të çon në zhgënjim, kështu që edhe diçka që më erdhi në mendje në lidhje me këto festat që bëjnë në 6 Tazaniz, jo gender reveal, jo këto, domethënë në këto pjesë që ne të njihnin gjinin, çfarë vinte, çfarë na priste. Ne ishim të gjithë jashtë, nuk bëra ndonjë gjë të madhe. Gjë shumë të thjeshtë sa për ne familjarët. Edhe mbaj mend që vajza e saj tërhiqte nga krahu, i thoshte mami dil tani sepse do hedhesh tek djarri për të parë ngjyrën. Dhe imagjino, ajo e kapte për krah duke e tërhequr dhe ajo që thjesht i tha më dhem koka, tha. Edhe nuk doli fare që ta shikonte gjinin e bebit. Edhe këtu realisht domethënë në vend që të ishte diçka shumë e kur ajo që po përjetonim, unë po e përjetoja ashtu siç unë doja ta përjetoja. Madje mbaj mend dhe ka marrë një fallxhore në fillim në telefon, edhe pyeste sa muajsh është nusja ime, e ka të shëndetshëm nusja bebi? Po pse pyeste sa muajsh është, nuk pyeste dot se ty sa muajsh ishe? Mund më ndonte që e gënjeja, apo që isha shtazan. Domethënë gjithmonë ka pas nga që kjo ndej 7 vite pa fëmijë, si mbas 7 vitesh u bë me fëmijë. Dhe gjithmonë kam pasur këtë idenë se mos mendoja se e gënjeja. Edhe i thoja të lutem, lëre atë shpirt që po vjen te fund të pastër, mos e ndy me këto energji bestytnish apo fallxhoresh. Më fal, Vjera merrte fallxhore në telefon ta pyeste për shtazanin tënd në syrin tënd? Po, çdo gjë, domethënë ajo akti që i bënte aty, i bënte kastile që mua të më lëndonte. Dhe ajo që më kthente përgjigje, po të bëj ty nder, po sikur ta kesh të smur. Domethënë, po sikur të ishte i smur, çfarë të bëja, unë ta hiqja? Unë kam kaluar regjim shtrati që nga muaji i 7, mos gaboj, deri në fund, deri në lindje. Dhe kjo pjesa e punëve nuk dua ta ri përsëris, domethënë gjithkohës i thoshte bashorti çaj duken unë juve shërbëtore. Bashorti që thoshte nuk është me pushime, ma realisht ai domethënë gjithmonë ka qenë suportues dhe gjithmonë ka mbajtur anën time, se në drejtën e gjithë gjë. Edhe ajo që ishte gjithkohës, po kur s'është zonja ta mbash Tazanin pse ngeli. Koktar. Por ti ke pasur moment të vështirë postpartumin. Unë realisht nuk më vjen mirë që e them, por për gati 2 muaj, unë jam ndjerë si e detyruar që të kujdesem për fëmijën. Edhe kur kam lindur, kam shkuar në që ditën e parë që kur kam shkuar në maternitet, ishte hera e parë që u bë pjesë. Nuk e di pse, po e ndjeja shumë të rëndësishme ardhjen e mamit. Por kjo e kishte nuk e di pse, se është mamaja, më shkriu, nuk e di pse thot. Patjetër që e kishte. Ndërkohë rrugës marr dhe mamin, ajo e dëgjon edhe fillon një histerizëm në makinë dhe unë nuk dija ku të fokusohesha më përpara. Ti nuk je një nën, çfarë nënë të duket vetja ty, si mund ta marrësh ti mamin tënd, do vësh në rrezik fëmijën, ti nuk e do fëmijën, sa shumë po ç'pun ka prezenta e mamit me jetën e fëmijës tim. Jo, sepse të gjithë e thonë, mua më ka thënë dhe e lidhi prapë me fallxhoren, mua më ka thënë dhe ajo që kur vjen mamaja e vajzës në maternitet asnjë gjë nuk shkon mirë. Ajo mendoj se të marrësh mamin në maternitet është ters. Është ters, fiks. Domethënë se nuk do ta thoja, por që e ka dëgjuar ndonjëherë? Keni dëgjuar ju këtë? Ke dëgjuar? Jona nuk dëgjon fare nga këto, po Elona ke dëgjuar këtë? Të marrësh mamin në maternitet është ters? Po, është besoj që ekziston mes grarive në përgjithësi. Edhe ajo, mami nuk erdhi ditën që unë linda, normalisht sepse ishim goxha larg si qytete. Dhe erdhi ditën tjetër, dhe në momentin që mamaja bashortit pa mamin tim në derë, realisht nuk është të bëri ndonjë histerizëm apo bëri ndonjë skem në spital, po thjesht u duk nga mënyra e
e shikimit, domethënë që nuk i pëlqeu fare ajo gjë dhe nuk kaluan asnjë orë. Edhe ajo tha unë po iki. Normalisht mami u stepse unë nuk isha thënë asnjë gjë, domethënë, as isha shprehur ndonjëherë mamit për tilla, më dukeshin shumë vogëlsira. Edhe, majmë pak të keq, pa problem, shko, ik, jam unë këtu, mos ki merak për gocën. Aty ka qenë hera e parë që unë jam shfryr mamit. Kam treguar domethënë gjithë gjën se si e kam kaluar shtatzanin, se si jam ndjer gjatë gjithë shtatzanis, se sa jashtë jam ndjer, se sa jashtë shtëpisë jam ndjer si e huaj, nuk jam ndjer asnjëherë pjesë e familjes. Edhe me ngashërim i kam kërkuar të lutem mos më braktis, i kam thënë mamit. Nuk kam shumë nevojë për prezencën tënde, jo vetëm këtu në spital, po dua të më vish dhe në shtëpi, sepse më duket sikur në shtëpi jam vetëm edhe nuk do di çfarë të bëj me këtë fëmijë, nuk do di si ta laj, nuk do di si ta mbaj. Qaja, me ngashërim, do se kisha parë ndonjëherë veten të dridhesha në të tillë mënyre. Edhe realisht u prek shumë. Unë duke qenë se pata edhe një linjë të vështirë ndenja 5 ditë në spital. Dhe kur u kthyem në shtëpi pas 5 ditësh, sikur ishte një ditë totalisht normale. Jo sikur erdhi një fëmia idealit, i ri në shtëpi, një bekim për të gjithë. Normalisht pati po të njëjtën reagim Vjera ndaj mamit, po këtë herë nuk e mbajti veten, por ju shfry mamit tim. Çfarë i tha mamit? Po si mund të vish ti këtu? Çfarë të duket ty se është vetëm kjo? Si guxon ti dhe vjen kur ke lindur ti të ka ardhur ty mami te shtëpia e burrit? E ke parë ti ndonjëherë të vi mami te shtëpia e burrit? Dhe mami që i thoshte kishte nevojë për mua, nuk erdha as për t'ju treguar juve si bëhet. Dhe mami e pa këtë ambientin toksik që ishte krijuar dhe më tha izolo Melda. Izolo për shëndetin tënd dhe të fëmijës tënd. Mos dil fare nga dhoma. Çdo gjë do e bëjmë në dhomë. Do të sjellun govatën në dhomë për të larë bebi, do të sjellun çdo gjë në dhomë, do të sjellun ushimin në dhomë, çdo gjë ti nuk do dalesh nga kjo dhomë pa shëruar shpirtin tënd. Po, shoq çfarë bënte në këtë moment? Nuk dua ti vë dhe ta vë para përgjegjësisë, por realisht nuk është se ka bërë ndonjë reagim ta shkundi, domethënë maman. Ai muhabeti Tiganit. Atëherë muhabeti Tiganit ishte sepse na kishin ardhur mysafir për bebin. Bebi ishte vetëm 2 javësh. Dhe imagjinoni pak se sa më shkrit të dopta mund të ketë një fëmijë 2 javësh. Dhe ajo ishte një rit magjie që mblidhte thërmia që lën të ftuarit në dysheme, në divan, nuk e di. Edhe i mblidhte këto, i mbështjellte në një letër me flokët e bebit. Edhe i fuste në një tigan dhe i dishte pytymi që krijohet nga kjo gjëja, duhet përhapjen e të gjithë shtëpinë. Ajo e dinte që unë këtë e urreja dhe më lëndonte vërtet shumë. Edhe pikërisht këtë gjë bënte. Edhe kur e bëri këtë, ty të iku truri, besoj. Domethënë, kur e bëri këtë, sepse unë nuk mendova aty as magjia si gjë, thjesht mendova këtë tymin, kjo të letrën e djegur, që po përhapeshin copat e letrës nëpër ajër në shtëpi, dhe në momentin që filloi të merrte gjithë shtëpinë me radhë, edhe hyri në dhomën që bebi po flinte, aty pastaj ka qenë një shpërthim gjigant imi. Çdo lloj gjëje që pata të akumuluar, dridhesha duke bërtitur. E the vetë Melda që çdo gjë akumuluar, u tjetërsove pastaj po. U tjetërsova totalisht, fillova ti thoja fjalë nga më të rënda, derisa i thash mos të shoh më afër fëmijës tim. Ti kur s'ke për të afruar më afër fëmijës tim. Edhe ajo këtë fjalë e kapi, edhe ja ka thënë, mund ta ketë thënë motrave të veta, ajo që fliste në video call, vajzës vet, çdo lloj njeriu që takonte, ajo s'më lë fëmijën ta prek. Dhe pastaj ajo s'u afrua me vërtet se iku. Ajo vërtet s'u afrua me vërtet. Kaluan muaj, të bë 3 muajshe, 4 muajshe, ajo asgjë nuk e ka prekur fëmijën. Djali i saj i thoshte, "Mama, merre, për këdhele një çik, s'du." Po është e jotja, është gjaku jot, mere, nuk dua.
Babai i tij e merrte, e përkëdhelte, i thoshte fjalë nga më të bukurat, kjo më ka përkëdhelur kur, ti ke thënë një herë sikur zemra e nënës, shpirti i nënës. Fare. Edhe në çdo gjë që shikoja të tilla, unë reagoja pastaj, nuk e lija më të shkonte. Dhe kur bënte këto gjeste, i thoja unë asaj, po është gjaku jot. Si mund ta bësh të tillë gjë me mua, më urrej gjithë jetën. Por çfarë ke me mua, mos e kalo tek fëmia. Unë fillova, domethënë si thash më tjetër, sova komplet, ndërkohë po arrinte një stres tjetër, sepse unë duke qenë se e mora lejen e shtazanis para kohe, normalisht duhet të kthesha në punë para kohe. Edhe me burrin po bënim këto planet tona, 10 muaj që duhet kthesha këte ande, dhe ne kishim krijuar pritshmërinë pa e folur me ta. Ky mund të jetë një gabim. Po pa e folur me ta që ti thënë shikone, do fillojmë punë, por ti do na mbash fëmijën. E more të mirë qenë. Kishim vendosur që të bëhet disa pushime të fundit, të gjata tek prindrit e mi, që edhe të merja veten, ta filloja punën pozitivitet të ande. Edhe në ditën e 2 ose të 3 që kisha ikur tek mami, më merr në telefon si çdo ditë, edhe më thot unë do iki. Edhe shumë e shasti, ku do ikësh? Do ikja shtetit, sepse më ka gjetur punë vajza. Edhe unë realisht thash, po ku do ikësh jashtë shtetit? Unë do filloj punë për 1 muaj, do më mbash fëmijën. Nuk jam detyruar të mbaj fëmijën. Unë kam jetën time, unë kam pleqërinë time, do nxjerr lek për pleqëri, nuk i dije si më vete pleqëria. Domethënë ajo shkonte jashtë shtetit do punonte, por kur e mora vesh se çfarë do punonte, aty ishte një lëndim. Sepse ajo shkoi jashtë shtetit edhe u bë babysitter i 2 fëmijëve. Edhe la një fëmijë që i ku saj për të kujdesur për 2 fëmijë të tjerë që si kishte asgjë. Po e gjetët zgjidhjen pastaj. Burri vendosi të merrte një leje nga puna pa të drejtë rroge. Domethënë ai hoqi dorë nga jeta e tij në thonjza për të kujdesur për gocën. Po e diskutonin me burrin, thash nuk ka kuptim kjo gjë. Vendosëm që unë të jepja dorëheqjen edhe të vazhdonte burri. Por gjatë kësaj kohës që ajo ishte në jashtë shtetit, këtë maman e këtyre fëmijëve që po kujdesej, po e bënte sikur ishte njeriu më i jashtëzakonshëm në planet. Mbaj mend që një herë kemi folur në video call edhe thjesht po ma lavdronte. Domethënë ose po thoshte të kundërtat e mia, çfarë unë nuk bëja, i bënte ajo të sa i lumtur është ajo. Me atë. Bravo i qoftë asaj, ajo ngrihet që në 5 të mëngjesit, ajo i bën fëmijët gati, ajo gatuan, ajo s'më lë mua asnjë gjë të lodhem. Unë vetë detyra ime është vetëm të kujdesem për fëmijët, nuk lodhem fare gjithë ditën, ajo më bën dhurata. Në telefonate sipër realisht unë nuk po duroja do të më gjithë këtë, sepse duke që ishte diçka shumë ulse ndaj meje, e kuptova që ishte me tendencë. Edhe po në atë telefonat i kam thënë të fundit nga impulsiviteti e sipër dhe i thash mos më merr më kurrë në telefon, nëse do të flasësh me fëmijën, fol me anë të burrit tënd ose me anë të djalit tënd, po mua mos më merr më kurrë në telefon. Dhe derisa ajo është kthyer nga jashtë shtetit, kemi folur më as edhe një herë. Sa zgjati sa ishte kjo periudhë që s'folët? 3 muaj se vizat Schengen kuptohet që mos e në të zezë. Ajo iku sepse i duhej ekonomikisht një punë andej, ndërkohë ndengi vetëm 3 muaj dhe u kthy vetëm për vizën apo nuk u kthye më mbrapsht? Kthye dhe nuk shkoi më. Domethënë ishte vetëm 3 muaj, duhet ikte patjetër të bënte lek. Dhe fakti që iku vetëm 3 muaj ishte domethënë vetëm për të më goditur mua, në sensin që ti do fillosh tani punë, bë çfarë duash, vrit veten, ça kokën, unë do zhduken. Po do të ishte për të prishur punë që unë të jepja dorëheqjen, unë të ndryshoja gjithë rrjedhjen e jetës time vetëm për atë 3 mujorsh. Se pasaj ajo u kthye mbas 3 muajsh, kupton, por ama puna ime humbi. Po me motrën e burrit si shkon? Me thënë drejtën e kam pasur motër të shkuar motrës. Kam folur me gjëra me të, gjëra që unë nuk kam folur dot kurrë me mamin tim apo me motrën time. Kam qenë shumë e afërt. Çfarë s'ke bërë?
kur e përmenda më lart që unë asaj patëm telefonatën që i thash gjërat e fundit, kjo siç e mbylli telefonatën me mua, shkoi tek vajza e saj dhe ju shfry. Ja tha të gjitha çfarë unë isha thënë. Dhe vajza e saj më merr në telefon dhe normalisht aty unë pash një tërsim të saj. U bërë ti të disrespektosh maman time. Më fal Melda, më fal se kjo është se Jona si ka qeftë, por kjo është pak për të qeshur sepse unë imagjinoj se si thuen to biseda, e kam në kokë se si interpretohen. Që unë si thash asgjë, pastaj filloi. Jo pas tepe, jo mos më shimo kalamajte. Mos hajde më këtue. Unë habita se unë, do të thënë është e kam në kokë unë, si funksionojnë këto. Që unë nuk thash gjë. Unë i thash këtë, pastaj filloi ajo, e për këshu edhe, dëgjon ti. Ajo ja kishte shfryr të gjitha vajzës së saj, se filloi vajza e saj të më përmendte histori materniteti, edhe ja kishte thënë, ajo më përzuri mua nga materniteti, ajo më përzuri mua nga dhoma, ajo s'ma la mua fëmijën ta prek. Edhe ti mami timi pas ke nxjerr jetën, ti mami timi pas ke bërë këtë, unë pas kam ditë asgjë, pas kam respektu si motër. U shtanga dhe dridhesha, nuk dija më se çfarë. Domethënë çdo gjë rreth meje po shkatërroheshe. Po marrëdhënia me burrin si është sot edhe me vjerën, çfarë po ndodh? Burri që ka qenë ishte gjithkohës aty, domethënë që vërtet e kuptova që pse nuk më kupton. Domethënë shkundu, pse nuk më kupton si ndihem. Edhe po s'ka gjë, ajo do vi, do flasim. Po s'ka gjë se nuk të bëj gjë, nuk të bën gjë se unë jam këtu. Po çfarë pret të më bëj, të më shkuli flokët? Domethënë ajo ka ngelur vetëm se të gjitha ai ka bër. Tani ti vazhdoni jeton me vjerën. Kjo është fatkeqësia edhe pjesa që edhe marrëdhënia ime me burrin tani sapo vjen, jo po ftohet, po unë jam gjithkohës pse s'më kupton, pse nuk i kupton gjërat e mia, pse nuk e kupton që unë po vuaj, pse nuk e kupton që jam të tërsuar si person, sa më thon gjithkohës ke ndryshuar. Çfarë llogarie bën burri yt? Bën llogaritje ekonomike apo llogaritje shpirtërore, se s'do të ndahet nga mamaja? Kam përshtypjen të dyja. Sepse ai thot gjithkohës i kam prindër, çfarë të bëj? Ti vras. I hedh poshtë. Nuk kam çfarë të bëj, të tillë njerëzish janë. Nuk e ndryshoj dot. Ato se ndryshon, po ndryshon situatën. Jona? Disa veprime, domethënë të vjerës tënde, ose të vjerave të cilat unë flas, domethënë edhe me nuset tashmë, ne themi në terapi. Kuptoj që disa veprime keqadashëse vijnë nga likësia, po vijnë edhe nga ignoranca. Po. Në këtë rast unë mendoj se vijnë paksa nga të dyja. E ndjeva dhe unë ignorancën këtu në këtë. Dhe nëse shkojmë pastaj tek Melda, nuk mendoj se është viktim totale e vjerës, por është edhe viktime asaj që e përmend edhe vetë shumë shpesh për pritshmërisë. Pritshmëria e saj. Që ka. Sepse ngren në mendjen e saj, nga nevoja e kuptoj, ka një nevojë, është një person social dhe duke pasur të nevojë i do njerëzit afër. Duke mos qenë në ambientin që janë të njerëz, atëherë fillon edhe zhgënjehet, dhe por jo vetëm që zhgënjehet, por e ka pritshmërinë edhe në një natyrë shumë patologjike në thonjza, pra e kërkon me do e mos që njerëzit do ndryshojnë, dhe mbase do i përmbushet ajo dëshira dhe nevoja që ka. Dhe kjo mund ta ketë zgjatur vuajtjen që ajo përjeton deri më sot. Ne dim tashmë që nëse nuk ndahen marrëdhëniet njëra me tjetrën, çifti të vendoset veç dhe prindrit më veç, dhe këtu e merr në dorë situatën secili prej tyre, pra edhe nusja me prindrit e vet, edhe partneri me njerëzit e vet, për ta bërë ndarjen që ajo marrëdhënie të jetë e shenjtë, të jetë e paprekshme, të ketë rregullat e veta, të mos ndërhyjë askush. Kur kjo nuk bën, me do e mos do zhvillohen problematika të tilla. Prandaj tham që në fillim neglizhohet shumë si marrëdhënie vjerra edhe çifti i ri. Lejo që të futen, lejo që të bashkëjetojnë në të tilla kushte për shumë vite. Vetëm duke jetuar dhimbje. Mua bëri përshtypje pjesa e Meldës, edhe kur e dëgjova historinë përpara kësaj telefonate, që nga një anë kishte arritur një pikë që nuk e duronte të vjerën në shtëpi, dhe e tha dhe gjatë telefonatës që vjera nuk bënte absolutisht asgjë për fëmijën, dhe pastaj e kishte mori të mirë qenë që vjera do i ndihmonte, dhe u mërzit pse iku, ndërkohë që duhet rinë aty të ndihmonte. Dhe është një shprehje shumë e bukur që thotë janë dy plaka, të filozofia e jetës, që janë dy plaka dhe thonë, po mirë që është ushqimi i keq, po pse kaq pak? Edhe historia e Meldës që mirë që nuk e do vjerën, edhe në momentin që gjetëm mundësi të rrim vetëm, thotë po tash kush do më mbaj kalamajse. Mendoj se pak e ka kuptuar ajo që
të dy, si Melda, si partneri Meldës, pra djali i saj, ja kanë pasur nevojën dhe ajo e ka përdorur shumë këtë pjesë. Se në rast se do kishte hasur në indiferentizëm, që ne nuk kemi nevojë për ty, mendoj se aty do kishte tërhequr pak vëmendjen kjo situata, por ata kanë krijuar një marrëdhënie deri diku varësie ndaj pëlqimit, aprovimit të saj dhe ajo e ka zhvilluar më tej këtë rol. Më duket edhe pak është ajo fjala drama queen, krijonte drama, ajo pjesa që nuk vjen në maternitet ose kur janë të gjithë bashkë ajo që për gjinin, ajo festa, që Melda edhe aty ndoshta edhe unë nuk do vija, ndonjëherë janë to festat Po, nëse dhe aty që s'del, pra, kur janë shumë, ajo do ta prishi pak atë festën, do të prishi entuziazmin, është si e papjekur, si Pikërisht, prandaj tham që është nga bën veprime keqëdashëse, por në atë efektin e ignorancës ose të egoizmit ose të mospëlqimit të përfshirjes. Deri diku i jap të drejtë që i ndjek pak nevojat e veta për punë, pse patjetër duhet të marr rolin e kujdestarit të fëmijëve. Ka dhe vjera të cilat mund t'i përkushtojnë edhe pensionit, energjisë. Pra e kemi thënë edhe ne këtë rolin që duhet kujdesni patjetër për fëmijët. Pra deri diku e kuptoj këtë pjesë, por nga veprimet e tjera që ka bërë, absolutisht që nuk i mbështes. Po marrëdhënie me djalin, si e ka? Normalisht jo kaq keq sa me mua, po ndonjë afeksion nuk është se kanë. Po me vajzën? Por edhe gjithë është tjetër marrëdhënie komplet. Është më afër me vajzën. Shumë më afërt, jo thjesht më afërt, po jashtëzakonisht më afërt. Ajo edhe pse jeton në një shtëpi me djalin, nuk i merr kurrë mendimin djalit për një X, siç ndodhi që iku jashtë shtetit. Por gjithmonë konsultua me vajzën e saj për çdo gjë në shtëpi. Kudo, domethënë që duhet marrë një vendim, ata lë këtë punë ti kite puna tjetër ose çfarë do lloj gjërash, ajo kurrë nuk e ka marrë mendimin e djalit, po gjithmonë ka marrë mendimin e vajzës, edhe madje për këtë gjë ata edhe se është marrëdhënia e tyre. Janë konfliktuar të tre me njëri tjetrin që unë po jetoj këtu me ty, pse drejt që nuk më pyet mua, po duhet pyesur atë që ka krijuar familjen e saj në anën tjetër. Më fal, po me nipin si sillet me djalin e vajzës? Shumë mirë. Shumë mirë. Kuptoj. Me dhurata, me përshafime, me ledhatime. Çfarë është kjo ndarje kështu? Njoh edhe histori të tjera të nënave, edhe që ka bërë përshtypje që është e kundërta e nënave me djem, por që nënat kanë qenë më të lidhura me vajzat sesa me djemt. Edhe me nuset. Për faktin pse është e lidhur me shumë me vajzën, mund të jetë edhe fakti që disa nëna fillojnë dhe projektojnë veten e tyre tek vajzat. Zhvillimin që ajo bën në karrierë apo në jetën e saj, ofrimin e mundësive që i bën, dhe po të shikoni ajo ka dhënë një mundësi punësimi, që ajo mund të ndjerë më e realizuar për një pjesë të jetës që se ka bërë, kështu që mënyrat ose nevoja që ai ka plotësuar në marrëdhënien nën vajzë mund të jetë pikërisht edhe kjo. Vajza e saj po bën pak a shumë të njëjtën jetë si ajo çfarë ka bërë ajo. Domethënë vajza e saj ka një stabilitet ekonomik dhe domethënë e ka të arsyetueshme të jetë shtëpiake. Dhe vjera ma përmend gjithkohës, vajza ime pastron, vajza ime mban një shtëpi të tërë, vajza ime bën shumë gjëra të ndryshme që ti si bën. Dhe kjo pjesa që unë u tjetërsova si person, që u bëra shumë impulsive dhe ja kam kthyer, kam thënë, po normal që shtëpiake do bësh, çfarë pritet të bësh vajza, inxhiniere të ndërton në pallate. Nga një shtëpiake u rrit, shtëpiake u bë. Edhe ti si e lëm mbar fare. Domethënë, këtë duhet të dalun, që unë bashkë Taxanis jam tjetërsuar, unë e kuptoj që jam tjetërsuar si person, kam qenë një njeri solar, një njeri pozitiv, që më merr malli për veten time të vjetër, edhe them, o Zot, a do shkoj edhe një herë atje ku isha? Domethënë, kështu do jetoj. Tash jemi te kjo situata që ti do t'ikësh dhe bashkëshorti nuk do t'iki. Ekonomikisht juve e përballoni një shtëpi okay me qira për një familje të re? Po, sepse tani un kam nisur një supermarrje time, edhe jemi disi të pavarur nga ana ekonomike. Okej. Atëherë pse nuk e bën fakt të kryer të gjesh një shtëpi dhe ti thuash bashkëshortit që ikim? Domethënë pse ja ke lënë vendimarrjen vetëm atij në këtë pikë? Jo, mos mendo se nuk e kam bërë. E kam bërë edhe kam marrë mbrapsht 1001 justifikime. Shtëpia ka lagështik, nuk më pëlqen, ka vetëm 2 dhoma, është e vogël.
Ju jeni në një dhomë, juve s'keni pasur një intimitet normal, besoj vetëm gjatë pushimeve, ose kur Vjera me Vjerin i kishit hedhur Loram, nuk e di se ndryshe në atë shtëpi ju keni ndjerë intimitetin, ai thot tani është shtëpia e vogël. Përveç lagështirës që gjen një shtëpi tjetër, unë prap nuk e kuptoj pse nuk e bën fakt të kryer më të kryer se të kryerin, që do thot jo shi foton edhe atë pëlqen shtëpia, por që të lëvizim në atë shtëpi. Edhe ta shohësh. Sepse bashkëshortit për momenti si shumë bashkëshortë të tjerë, të cilët nuk kanë ndjerë as lindjen e fëmijëve, nuk i ka dalë nga mitra as fëmia, nënën e kanë të vetën, e kanë toleruar, e kanë falur që ditën e parë se janë rritur me atë, nuk e kanë problem. Pra fëmijët e Vjerave, shumicën e gjërave e kanë shmangin sepse nuk janë fare në shtëpi, ikin. Kështu që natyrisht ai s'ka për ta kuptuar, por nëse kjo është e rëndë për ty dhe për marrëdhënien tënde tani, ndoshta duhet të jesh ti ajo që merr vendimin për ty dhe për fëmijën tënd. Dhe për gjendjen e para, për gjendjen tënde psikologjike dhe për shëndetin tënd mendor. Jam në të fazë që unë atë po i bëj këtë lloj kërcënimesh, nëse nuk më gjen shtëpi, ne të dy domethënë martesa jon mbaron këtu dhe pik. Ai do ta shty, po ja ke lënë në dorë atij të bëj diçka që ai nuk do, sepse ai nuk do gjejë shtëpi nëse s'ka interes të gjej. Luftën e bën ai që e do më shumë fitoren. Pra, bëje ti luftën me fëmijën në krah, me sakrificat që ka një grua, me biznesin tënd, në kohë, me midis orëve të tua ose natën çoll fli një orë më pak, bëje ti këtë gjë, kërkoje, mbylle, finalizoje, firmose. Mund të kenë frikë edhe nga përgjegjësitë që kanë, do kenë të dy. Ndoshta partnerët mund të zbulojë që nuk mund të menaxhojë disa situata ose. Kto kanë qenë moshatar 20 vjeç, janë rritur aty, janë shumë të vegjël. Janë rritur në shtëpi të dy si fëmijë dhe ajo trajton njësoj të dy praktikisht. Po, njësoj të dy. Vet, edhe Meldën. Edhe po mendoja që fikërisht nga rasti i Meldës që një vjerë e mirë është dhe një nënë e mirë. Dhe në këtë rast ndodh që nuk është e mirë sepse nuk i themi e keqe. Sepse pikërisht nuk ka bërë dhe nënën me djalin e saj. E vërtet. Me sa kuptova, nuk i bën presion që ti mbaj aty. Jo, më ja. I ka lënë të lirë në zgjedhjen e tyre. Ta pyesim Meldën, atë frikson diçka që nuk ke kaluar në kërkimin e shtëpisë ose ta bësh fakt të kryer këtë gjë? Nuk më frikson ndonjë gjë konkrete, edhe e kam bërë domethënë disa herë këtë gjën, domethënë jo tek pjesa e kontratës, që të firmos kontratën, po e kam bërë deri shiko, kam gjetur shtëpi, do ikim ta shikojmë tani, edhe të nesërmen do shkojmë patjetër dhe kjo ka qenë deri në moment të fundit. Dhe një ditë para se të merrnim plaçkat të zhvendoseshim, ka ndryshuar totalisht mendim. Mendon se është ai që ndryshon mendim apo është ndikuar nga mami vet? Nuk di ta them këtë. Mendoj se është ai, nuk mendoj sepse nuk është ti që komunikon me mamin, se është problemi i komunikimit, që ata nuk e kanë mirë tjetër se të komunikojnë, të shqyrtojnë edhe cila është më e mira. Melda sa marrjes së vendimit. Ai e ka shumë problem ti thot jo njerëzve, edhe do ta mbaj mirë me të gjithë. Kjo është e kuptueshme që ka disa problematika në pjesën e mosvendosjes së limiteve, të marrëdhënieve, të zgjidhjeve, gjitha këto. Por ajo që na intereson ne është kuptojmë tek ty sa afër je vendimit për të kaluar, për të ndarë më në fund nga një familje që nuk të do. Dhe shumë gati të ndryshoj çdo gjë. Dhe ka diçka që unë e them gjithmonë, që është ai hapi i parë, është ai frika. Vetëm hapi i parë është, pastaj gjithçka të duket shumë e madhe, frika diçka e madhe errët apo një gremin e frikshme si ka përzet, po aq është vetëm hapi i parë dhe pastaj gjërat bëhen normale, papritur do të shohësh si do rregullohet shtëpia si. Kështu që mund të ndodhi që ai do vi aty, në fillim do e ketë shumë, pastaj ai do ndjej një liri se nuk ka ndonjë marrëdhënie me tjëmën apo nuk është se ëma e rri nga mbrapa me lugë në dorë, kupton, nuk është kjo lloj marrëdhënie, dhe ndoshta ai do ndihet i lirë pa zhurmë. Ndoshta edhe nga ana intime ju mund të zbuloni një dimension tjetër, mund të jeni shumë të qetë të dy. Fakti, siç e thon prindrit tanë, ore s'kemi ecur, thoshë kur jetonin bashkë me Vjerën, që s'ecëm një herë me këmishulla, me brek dhe për shtëpi. Ka qenë një shprehje që po e them, po këtë e thoshin të gjithë. Një herë nuk ecëm, tha, dhe e bëm pa zë. E kemi bërë pa zë, tha. 20 vjet, 30 vjet kur jetonin me Vjera. Kështu që edhe ti ke akoma ato e bënin nga halli, sa ashtu ishte komunizmi atëherë dhe nuk kur të jepte shtëpi, kur të binte
radha me marrë shtëpi nga shteti. Kurse në rastin tënd, në momentin që ke një biznes privat, pra je një vajzë me iniciativë, që nuk e lë vetëm pas dore, dhe bravo të qoftë, që e gjen gjithmonë një mundësi, bëje fakt të kryer zemër. Më shumë se sa kaq më kam thënë ndonjëherë njeriu ne themi këtu mos jep sugjerime, po tash kur si to me vjerën me nënën e tjetrit, edhe kur ke mundësi të ikësh ik, se asnjë nuk do donte të rinte me vjerën, mund të jetë i fat i madh, që ose do një shtëpi e madhe, që mund të rish ose që është vjera shumë e mirë, nuk e di, kemi pasur histori që kanë qenë vjerat shumë të mirë se prindrit. Kështu që provoni ju të jeni të dy bashkë, dhe aty pastaj për mendimin tim e provon dhe pastaj mund të kalosh në diskutimet. A jam unë me njeriu në jetës apo nuk jam? Po tani jeni një diskutim kur nuk është marrë vendimi dhe mos prit që burri yt të marrë vendimin, sepse nuk ka për ta marrë. Fare, ai është mësuar, ai është në atë lloj linje marrëdhënie që kur ka lindur. Nuk është se pa pritur nëna ju e gërsua, nuk është se ju fton nëna pa pritur, nuk është se nëna. Ajo ashtu është, ai e di dhe burrat janë shumë rahat, kupton, në shumë gjëra. Melta, ky është i vetmi sugjerim dhe realisht nga të rralla që neve po e përforcojmë dhe po e sugjerojmë sepse është matematika më e thjeshtë. Unë kam përshtypjen Melda se vetëm pendim që do kesh, do jetë se nuk e bërën përpara, se ti e bën këtë. Po se s'ka më tash se është akoma më e vështirë që të lësh bashkëshortin babajnë e fëmijëve, është vendim shumë i vështirë, po të kesh dhe kaq vështirësi të lësh vjerën, domethënë që duhet ta kishe lënë për më tepër që as vjera s'ju do, as ja shef hajrin vjerës, se të thuash që ja shoh hajrin se është duke marrë me kalamani kaq shumë edhe kupton se edhe llogaritje egoiste që bëjnë njerëzit se okay, që janë shumë okay ndonjëherë, të ndihmojmë njëri tjetrin, po kur s'po ja shef as hajrin kështu, as merret me kalamanin tënd, ç'do. Kështu që faleminderit se duhesh për t'i falenderuar që ndatë qirale dhe mund të keni kursyer diçka. Faleminderit, miropafshim. Dhe kaq kishim në Melda për ty. Në fakt do doja ta dëgjoja se ç'do ndodhte në vazhdim. Kjo mund të jetë e përforcuar pak. Mund të na shkruash nëse merr një vendim, të lutem. Patjetër do ju mbaj në koherencë. Ne nuk kemi asnjë pritshmëri. Por uroj më të mirën për ty. Shumë faleminderit. Atëherë, historia e dytë.